Kanë përfunduar punimet për rivitalizimin e liçenit të Kurjanit, një nga investimet më të rëndësishme për Bashkinë Roskovec. Projekti u realizua përmes bashkëfinancimit të Bashkisë Roskovec dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Investimi për zbatimin e projektit për rivitalizimin e liçenit të Kurjanit është një investim që i shërben drejt për drejt qytetarëve, mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit të Bashkisë Roskovec. Ky projekt nuk është thjesht infrastrukturë, por një hap konkret për të rritur cilësinë e jetës dhe për ta kthyer zonën e liçenit të Kurjanit në një hapësirë moderne dhe të jetueshme për të gjithë, është shprehur kryetaria e Bashkisë Melinda Bufi. Sipas saj, rivitalizimi i ka kthyer liçenit vlerën e tij natyrore dhe sociale, duke u dhënë banorëve hapësira për pushim, rekreacion dhe jetë aktive. Kurjani sot, ka thënë zonja Bufi, ka një tjetër pamje dhe një tjetër perspektivë zhvillimi që dëshmon se investimet e menduara dhe të mirë studiuara do të ndryshojnë realisht jetën e komunitetit. Siç e shikon, këtu jemi në liçenin e Kurjanit, në rrugën që ka përfunduar, siç edhe duket, ku janë përfunduar edhe vendosja e ndriçuesve, edhe realizimi i kanaleve dhe i bankinave anësore, e cila e sistemon dhe ekronizon gjithë segment rrugor që fillon që nga lagja, nga rruga e Strumit, e deri ku përfundon kjo rrugë në digën e liçenit të Kurjanit. Ishte një investim i realizuar sipas projektit përkatës, me fuqi punëtore brigadën e investimeve të bashkisë, mbështetur kjo edhe nga mjetet, dhe me materiale të ardhura sipas një aplikimi që ne kemi bërë te Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe që shikoni është realizuar gjitha me pllaka trotuari, qoftë në pjesën e kalimit makinave dhe në atë të kalimit kërkësorëve. Rruga është plotësuar me gjithë elementet, me pemë, me ndriçim, me kanale për kullimin dhe drejtimin e ujrave, dhe padyshim ne do të vazhdojmë vetë edhe me pjesën tjetër që ka të bëjë atë me një lloj rikualifikimi urban, në një pjesë tjetër që është e përshtatshme për qëndrimin, argëtimin, kalimin e kohës nga grup mosha të caktuara të qytetarëve të Roskovecit, për fëmijët, për moshat e treta, e cila në fakt është një komponent që e plotëson gjithë qëllimin kryesor sepse është ndërtuar kjo rrugë si një rrugë panoramike, argëtimi, qetësimi të qytetarëve të Roskovecit. Kur përfundon projekti? Jo, por ky projekt ka përfunduar. Sa po e shikoni që janë duke ndodhur thjesht sistemimi i rrugës, projekti ka përfunduar në dhjetor të vitit që kaloi. Ajo që do fillojmë ne me bashkinë tani është pjesa tjetër e një rikualifikimi urban, e një mini parku që do të bëhet me materialet e bashkisë në një pjesë që është e përshtatshme si një zonë qëndrimi dhe argëtimi për qytetarët e Roskovecit në liçenin e Kurjanit. Kryetaria e Bashkisë Roskovec, zonja Bufi, gjithashtu thekson se ky investim i Bashkisë Roskovec dhe FSHZ transformon zonën, rrit cilësinë e jetës për komunitetin dhe krijon baza të reja për zhvillimin e qëndrueshëm dhe turistik të zonës.